E marta nisi me rrebeshë shiu në Tiranën tonë. Tani në mesditë dielli ka dalë. Inshallah ky diell është premtues edhe për konkursin e tretë mbarkombëtar të lezetësisë së humorit që sekundër e kemi thënë disa herë do të zhvillohet 13 deri në 15 dhjetor në qytetin e mrekullueshëm të Korçës, në kujdesin e të gjitha strukturave të qeverisë atje, duke nisur nga prefektura e qarkut e duke vazhduar me bashkinë e qytetit dhe sigurisht çështja mbi tort, Mika e të gjithëve, një personalitet i komedisë, por edhe i aktrimit, një menaxhuese e mrekullueshme e këtij qyteti dhe jo vetëm, zonja Zamira Kita. Dje, për herë të tretë, u mblodh e gjithë juria e këtij konkursi, që sekundër e kemi bërë të ditur, bëhet nga emra shumë të njohur, shumë serioz, shumë sistematik në dijen që din t'i japin ata kulturës, traditës shqiptare, kudo janë, dhe dua t'i falenderoj me zemër për të gjithë atë seriozitet me të cilin po punojnë në vlerësimin e të gjithë pjesëmarrësve të këtij konkursi, që sekundër e kemi thënë, ka si lem piksynim të vetin, të shtyj dhe t'i japi një hovë letërsisë humorit, e cila për hir të së vërtetës ndodhet pa përkrahje, varet vetëm nga dëshira, dashuria, talenti që kanë këta autor për të kultivuar dhe për të zhvilluar, sekundër edhe për të shkruar këtë letërsi që është filozofi më vete, është kulturë më vete, është një tradicion i cili zhvillon inteligjencën e çdo kujt prej nesh. Në këtë mbledhje, e cila sigurisht ishte një vijim shumë sistematik, do të thoja i dy mbledhjeve të mëparshme, në mënyrë unanime, dy antarë të jurisë, zonja Zamira Kita dhe zoti Endri Çili, për shkak të impenjimeve të tyre, ndodheshin virtualisht në këtë mbledhje, ndërsa tre antarët e tjerë, zonja Arta Marku, zoti Fation Selimaj dhe kryetari i jurisë, i nderuari zoti Fatmir Toçi, ndodheshin fizikisht. Mbas shumë diskutimesh që u zhvilluan midis të gjithë antarëve të jurisë, në mënyrë unanime u vendos, këtu kam dhe proces verbalin e kësaj mbledhje, të shkruar me dorë, pikërisht të tillë proces verbal do të mbahen gjatë gjithë sekundëve 12 e mëparshme edhe në këtë mbledhje. Në mënyrë unanime, pra nga të 5 antarët e jurisë, u vendos që konkursi mbarkombëtar i letërsisë së humorit Niko Nikolla të ketë 2 çmime të mëdha. Kjo, sipas të gjithë gjasave dhe komenteve që antarët e jurisë bën në këtë mbledhje, bëhet vetëm për të fuqizuar këtë konkurs, pra për të krijuar një çmim të qëndrueshëm që do të jetë edhe si simbol i të gjithë librave që kanë arritur maksimalen e tyre, por edhe nga ana financiare, për të nderuar pikërisht dhe për të shkurt dhe thjesht do ta them për të fuqizuar, për t'i dhënë një fuqi më të madhe çmimit Niko Nikolla në letërsinë e humorit. Pra do të kemi 2 çmime në poezi, pra një vëllim i botuar, pra duhet automatikisht që të gjitha të jenë të botuara, jo dorëshkrime, dhe një në prozë. Po ashtu, në mënyrë unanime, të gjithë antarët e jurisë ishin dakord dhe vendosën që ky konkurs të ketë dhe 2 çmime honorifike. Çmimi i karrierës, pra që do të proklamohet, do të dalë, do të shpallet, pra sërish në mbledhje në mbrëmje gala të datës 14 dhjetor, pra çmimi i karrierës për një autor të gjallë që ka sjell librin e tij në këtë konkurim, dhe çmimin e karrierës për një autor post-mortem, pas vdekjes. Falenderoj shumë të gjithë familjarët e atyre autorëve të cilët në mënyrë shumë dinjitoze kanë prezantuar librat e të afërmëve të tyre, pavarësisht se ato nuk jetojnë më. Pra do të ketë një çmim të karrierës post-mortem. Shpresoj shumë që të jetë një mbrëmje gala me shumë humor, por dhe një mbrëmje me gala shumë serioze,
Nisë dhe nga fakti që s'kundër thoshta dhe Niko Nikola u mori shumë serioz, një mbrëmje shumë dinjitoze, ku të gjithë këta pjesëmarrës, cili falenderoj shumë për kohën që kanë gjetur, për vullnetin e tyre për qenë pjesë e këtij konkurimi, pa diskutim që do të jenë fitues të gjithë. Pra është një konkurs i cili sekundër e kanë përsëritur dhe do ta përsëris gjithmonë. Ka shumë rëndësi të krijojmë një bashkëpunim mes vetes sonë, të njihemi me njëri tjetrin, të kultivojmë vlerat e njëri tjetrit. Dhe këto janë, besoj, çmimet më të mëdha që mund t'i jepen një shoqëri e humori, dhe ashtu sekundër do ta shikoni edhe ju vetë në ditët e Korçës dhe në Akademinë e Humorit që ne do të krijojmë pikërisht në Korçën e traditës, në Korçën e shumë autorëve, shumë brezave, të cilët kanë ditur të shkruajnë dhe të bëjnë humor, duke filluar nga Floqi, Mjal Grameno, Teodor Laço, Rushdi Pulaha. Pra është një varg shumë i madh autorësh që kanë nxjerr Korça, Xhitero Agolli, pa diskutim. Kështu që këto do të jenë pra çmimet e këtij konkursi, sekundërtash në poezi dhe në prozë, sigurisht me një vlerë monetare të konsiderueshme, me qëllimin e vetëm për të forcuar. Dua të falenderoj të gjithë ata që do të na mbështesin në organizimin e këtij eventi. Dua të bëj edhe pak humor, sepse dikush më tha dje, sigurisht ky aktivitet bëhet edhe me mbështetjen e me dëshirën e gjithkujt, apo jo, që dëshiron të mbështesin. Dhe më tha, e di si është puna o Flora, nëse kërkon një mbështetje financiare, mund të japin pa pikën e problemit nëse një këngëtar i njohur del në shesh dhe këndon. Po të shkoj ulta dhe të kërkoj parata për ta mbështetur këtë event, direkt letërsi humori, konkurs humori, të gjithë kthejnë kurizin. Kështu që me këtë rast, pavarësisht se ky është edhe një humor i shëndetshëm, do të thoja, gjë rastin që dashamirës, cilët duan të mbështesin autorët, të mbështesin këtë konkurim shumë dinjitoz në qytetin e Korçës, të mbështesin këtë aktivitet traditor në qytetin e Korçës, janë të mirëpritur dhe do t'i thoja me zemër shumë faleminderit. Një nga pikat e tjera shumë të rëndësishme që u diskutua dje në mbledhjen e tretë në radhë të jurisë konkursit mbarkombëtar të letërsisë humorit ishin edhe disa vepra të cilat kanë ardhur ndërshkrime. Ç'do të bëjmë me këto? Disa nga antarët e jurisë, shumë duket sikur jemi ja 45.000 veta, të gjitha në kuadrin e humorit e gjithë kjo, disa nga antarët e jurisë menduan që të mos hynin në konkurim pikërisht veprat që janë ndërshkrime. Sigurisht nuk u ndala para kësaj dhe me këmbguljen time kërkova që përderisa lema e këtij konkursi është që t'i japim një shtysë, duhet t'i mbështesim këta autorë të humorit. I pari që mbështeti ishte zoti Fatmir Toçi, cilin e falenderoj pa mas, me shumë fisnikëri, merr përsipër që 3 nga dorëshkrimet e prezantuara në këtë konkurim të botohen si libra më vete nga 3 shtëpi botuese përkatëse. Zbulova të parë në shtëpinë botuese Doena, dashurinë time të parë kur kam nisur punën si gazetare në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, kam ndjekur të gjithë rrugën e Doenës, e kështu që dashuria e parë asnjëherë, sekondër e dini nuk harohet. Kështu që një nga librat ose një nga dorëshkrimet të cilat do të përzgjidhen nga juria, 3 dorëshkrime që do të përzgjidhen nga juria, do të shohin dritën e botimit nga 3 shtëpi botuese. Kam këtu si dorëshkrim të dorëzuar komedinë, vargje dhe poema satirike të zotit Ismail Xhaferi. Po ashtu dorëshkrim kam librin, komedinë e zotit Skënder Demolli, Dashuri me kredi. Kam tu dorëshkrim prap një novel të zotit Ilir Mborja, Në një dyshek e një qilim. Kemi akoma në fazën e printimit librin, komedinë e zotit Osman Goranci nga Prizreni, Kosovë, dhe një morit e tërë tregimesh, të cilat sigurisht tregimet janë tregime dhe pavarësisht të tërës janë me shumë dashamirësi janë prezantuar. Por juria vendosi pra që veprat të cilët janë dorëshkrime do të shikohen nga ata vetë dhe në mbledhjen e radhës do të vendosim cilat do të jenë 3 dorëshkrimet vepra
nuk flas për gjininë e tregimit apo poezisë sporadike, veprat pa votuara që konkursi mbarkombëtar i letërsisë së humorit në bashkëpunim me shtëpitë botuese, të cilat me shumë dashamirësi kam pranuar kam pranuar fatmintor që po do të pranojnë edhe dy të tjerat me siguri, jam e sigurt që do të shohin dritën e votimit. Faleminderit për vëmendjen, këto janë të rejat, dua të bëj dhe një njoftim të fundit, nëse dëshironi apo keni një mendim, një ide, një mbështetje, ju lutem na shkruani. Ju uroj një vazhdim të mbarë të ditës e sigurisht edhe të javës, pavarësisht zhurmave që kemi majtas dhe djathtas. Kështu që mbarë e mbarësi ju uroj të gjithëve kudo jeni.